Adhesh FSHF, Komiteti Mos e Olimpik. lidh vetëm me futbollin. Po jo, nuk është vetëm FSHF. Tani, Federata Shqiptare e Futbollit, zotëri. Federata Shqiptare e Futbollit thotë e kam ngrirë marrëdhënien. Ligji thotë, Komiteti Ekzekutiv thotë ka daljash me ka marrë vendim. Asambleja. Po pra, një sekond pra. Dhe nuk e njeh Komitetin Olimpik. Po mirë pra, po me ligj Komiteti Ekzekutiv do ketë kasën e gjithë me radhë. Do i ketë, po ky është problemi. Me pak fjalë. Është hapi i radhës, se një ligj kur hidhet për propozime, do miratohet një ligj, sigurisht njerëzit e fushës duhet bëjnë një debat shumë të madh, sepse kur ulet kuvendi të bëjë një ligj për sportin, po nuk pati njerëzit e sportit brenda, atëherë është një ligj që intereson qeverisë si të kontrollojë sportin. Dhe po ta shikosh hol fare, ata ja arritën të kapin Komitetin Olimpik me Fidel Yllit, dhe tashmë federatat nuk kanë më asë një kuptim se gjitha urdhërat, festat, organizimet, peshqirin e ma Fidelin, krah, trajner peshqiti është vetë, aktivitetet i bën vetë, federatat kanë dalë komplet jashtë loje. Të mos humbasim fillin e problemit, e vetëmja organizat jashtë influencës qeveris ka qenë Federata Shqiptare e Futbollit deri më sot, nuk kanë arrit ta marrin përmes një gare. Mani me në të Erion Velien, kur ju thoshte shoqatave, do ta fusim burg atë, do fusim burg këtë, do kapim si miu. E sulmuan në forma ndryshme, rezistoi UEFA, qëndroi futbolli. E vetmja mënyrë, tash çfarë bëjmë? Shtetet autoritare përshkallëzojnë normat e kontrollit përmes ligjeve. Se dhe Enver Hoxha nuk ishte diktator ditën e parë kur ishte Shqipëria. Me ligje i bëri gjitha gjërat, bravo njerëz, zhduku familjet e mëdhaja, gjitha këto, dhe drejt kësaj vete. Ta qojmë të ku vede të gjërat aktuale që kemi. Të gjërat aktuale. Gjërat aktuale janë këto. E vetëmja organizat e pa kapur, dhe ende është futbolli nga qeveria. E vetëmja gjë e ngelur dhe pa prekur nga interesat e qeverisë. Zoti Duka doli në deklarat, sepse në ndihmon edhe kronika që ka përgatitur, që ta fosim gjithë me radhë. Në që marrëdhëniet tona ngrin me Komitetin Olimpik. Prandaj shikojmë kronikën dhe diskutojmë.